Skandali me publikimin e parashikimit fiskal, kreu i zyrës për buxhetin jep dorëheqjen. Kreu i zyrës përgjegjëse për buxhetin, Office for Budget Responsibility, Richard Hughes, ka dhënë dorëheqjen pas skandalit publikimit parakohshëm të parashikimit fiskal të institucionit në Mbretërinë e Bashkuar. Ai u vënë në presion javën e kaluar pasi parashikimi i OBR-s bashkë me të gjitha politikat kryesore buxhetore u publikuan online përpara shpalljes zyrtare të Ministrisë Financave Rachel Revers. Pas incidentit ai deklaroi se do të respektonte rekomandimet e timit të nisur nga vetë institucioni, duke theksuar se do të qëndronte në detyrë vetëm për aq kohë sa gëzonte besimin e kancelares. Në një letër dërguar kancelares dhe kryetares komisionit thesarit, ai konfirmoi dorëheqjen duke cilësuar ngjarjen si një gabim të rënd teknik. E pavullnetshme dhe parakohshme e raportit ton të perspektivës ekonomike dhe fiskale në 26 nëntor ishte një gabim teknik por serioz, shkroi ai.